e paqe, fjalët e urta 3, fjalët e urta 4. Kjo është fjala e Atit. Që Mesia po fliste këtu vëlla motër, në Gjoni 8, se ka disa vargje që nuk largohesh dot, dhe po mundohen të punojnë në zemrën tënde për dashurinë e madhe që kam ndaj Atit, ndaj birit të Tij. Dhe mundohemi që të praktikojmë urdhërimet e Tij, shkrimin, ligjin e përsosur, që të ecim drejt përsosshmërisë që Mesia na tha. Por kur dikush e anaskalon me njerë duke thënë që u hoq, po normal është hequr në mendjen tënde mishore vëlla motër, me gjithë përuljen për tyne, sepse Mesia vetë nuk hoqë asnjë gjë. Atëherë do thotë që ke marrë një Krisht, një Mesia tjetër, që apostullt nuk kanë predikuar. Prandaj 2 Korintasve 11 vjen duke na futur masandaj në përgjithshmëri dhe në meditimin e zemrës tonë, për të thënë që ndoshta ke marrë ndonjë frym tjetër, po, ndoshta. Sepse këto gjëra thon apostulli neve nuk i kemi predikuar. Apostulli Shaul Pali predikonte ligjin në Veprat 21. Predikoi rreth prerjen, predikoi urdhrimet e Atit, por nuk i kishin problem farisin të këtu në të njëjtin kontekst prap me apostullin Paul. Nuk e kishin sepse ai predikonte ligjin e Atit, urdhrimet për jetën në drejtësi, mbasi ke hyrë në besëlidhje me anë të besimit, por e kishin sepse apostulli Paul kishte besuar tek mbreti lavdisë, Mesia që ata nuk donin. Farisejt nuk donin. Dhe prandaj vjen Mesia duke i thënë, kur çështë prej Elohim i dëgjon fjalët, urdhërimet. Prandaj ju nuk dëgjoni. Nuk dëgjoni. Prandaj ju nuk i zbatoni vëlla motër. E përmenda edhe pak më përpara, fjala dëgjo në ligjin e përtërirë 6, në kulturën hebraike, vetë Mesia ishte hebre, ka të bëj me zbatimin. Dëgjo dhe zbato, jo vetëm dëgjo. Jakovi 1. Nuk na thot Jakovi 1. Kjo është fjala që kemi përpara. Ligjin e përsosur të lirisë thot në vargu 25, ndërsa ai person thot që çfarë? E shikon me vëmendje në ligjin e përsosur të lirisë dhe ngulmon në të dhe është berës i fjalës, berë i veprës së ligjit. Dhe masandaj do ketë përparësi në veprat e duarve të Tij. Çfarë përmendi apostulli Jakovi? Përmendi ligjin e përtërir 6, Psalmin 1.